Mirëmëngjes, përshëndetje për gjithë shikuesit nga Ona Ndika Bzhiu, mirë se vini në transmetim të drejtë për drejtë në Report Televizion, mirë se vini dhe mëngjesën e sotëm në emisionin Shtypi i ditës dhe ju. Sot jemi ditë e hënda, shënon 5 janar për vitin 2026. Duke uruar gjithëve së pari një ditë, një javë të mbarë, edhe një vit të mbarë. Do të kemi mundësi me programin e mëngjesit për të parë për këtë vit, të jemi nga ora 7 edhe deri në orën 9. Gëzuar edhe një herë vitin e ri 2026 për gjithë shqiptarët kudo që ndodhen. Me programin e mëngjesit edhe sot do të jemi absolutisht me të njëjtin përmbajtje siç kemi qenë edhe vitin e kaluar. Do të shohim titullat e gazetave për sot që rikthehen, është numri i parë i shtypit të shkruar për vitin 2026, mediat online, zhvillimet ndërkombëtare në fakt me situatën në Venezuelë. Do të kemi mundësi që edhe të zhvillojmë bisedat së bashku për temën e ditës së jo vetëm. Do të ndalemi në diskutime me një ekspert ekonomie, në fakt çfarë ndryshon në lidhje me çmimin e naftës pas situatës në Venezuelë dhe arrestimit Nicolas Maduros nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe çfarë ndryshon me pensionet. Kjo është e rëndësishme jo vetëm nga moshja e daljes në pension, por megjithëse kjo skemë e re apo kjo shpërndarje e re e bonusit që nis që në këtë muaj janar, pra ka nisur parashikimi i modit, parashikimi i ujeve poshtu. Së pari me njëherë shohim çfarë pritet ndodh gjatë ditës sotme, këtë të hënë datës 5 janar të vitit 2026. Ditën e sotme, Sali Berisha, krye Partisë Demokratike, ish kryeministri, do të paraqiten në SPAK për aferën Partizani, pra në zbatim të masës detyrimi për të paraqitur. Detyrimi për të paraqitur zbatohet hënën e parë dhe tretë të çdo muaji dhe zoti Berisha pritet që sot të jetë në ambientet e strukturës së posaçme antikorrupsion. Sot në GKK, pra në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, do të mbahet edhe seanca e radhës ndaj Erion Veliajt, kreu të Bashkisë Tiranës, i cili është njohur disi edhe me aktet hetimore dhe në seancën paraprake, nëse gjithçka do të shkojë në rregull, do të vendoset nëse dosja pra do të vijojë gjykimin, do të kthehet në SPAK për hetime të mëtejshme apo çështja do të pushohet. Edhe pas ditën e sotme, si çdo të hënë, Partia Demokratike dhe opozita do të zhvillojnë në bulevardin kryesor Dëshmorët e Kombit foltoren e radhës, pritet mbahet rreth orës 18 dhe pritet që pranishëm të jetë edhe kreu i kësaj force politike, zoti Berisha.